Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio-Televizionin Publik të Kosovës. Të gjitha partitë politike të regjistruara dhe aktive në Kosovë janë të detyruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të deklarojnë nëse do të marrin pjesë apo jo në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të caktuara për 7 qershor. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha për të kënd se partitë duhet gjithashtu të informojnë KQZ-n brenda afatit të përcaktuar nëse planifikojnë të garojnë në kuadër të ndonjë koalicioni. Elezi ka bërë të ditur se ky obligim vlen për gjithsej 53 parti politike që aktualisht janë të regjistruara dhe funksionale në vend. Elezi theksoi se deri më 7 maj partitë kanë afat që ta njoftojnë KQZ-n në rast se duan të marrin pjesë në zgjedhje nëpërmjet koalicionit. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Armeni. Atje, kryeministri në detyrë Kurti do të marrë pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian dhe pritet të ketë takime të nivelit të lartë me zyrtar dhe lider shtetësh pjesëmarrëse. Ai po ashtu do të jetë pjesëmarrës në fakt në konferencën ndërkombëtare për dialog. Sot shënohet dita botrore e lirisë së shtypit, ndërkohë që Kosova ka shënuar ngritje në indeksin vjetor të lirisë së medias të reporterëve pa kufi pas rënjes një vit më parë. Sipas raportit të publikuar këtë të enjte, Kosova renditet në vendin e 84 në botë. Ushtruesja e detyrës shefës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, tha se është inkurajuese të shohësh Kosovën të ngrihet për 15 vende në organizatën botrore Reporterët pa kufi. E ushtruesja e detyrës së presidentës, Albulena Haxhiu, thekson mirënjohjen për të gjithë ata që punojnë me integritet për të mbajtur të saktë dhe të ndershme hapësirën tonë publike. Sipas saj, hapësira publike ka nevojë për ndershmëri, për fakte, verifikim dhe përgjegjësi. Edhe AGK ka shkruar rreth lirisë së shtypit, ku sipas tyre sërish theksohet zëshëm rëndësia e medias së lirë dhe të pavarur në shoqëri. Gazetarët në Kosovë, sipas AGK-s, vazhdojnë të ballafaqohen me një numër sfidash për kryerjen e punës së tyre. Papa ka shënuar ditën botrore të lirisë së shtypit në një fjalim në Vatikan, ku ka folur për shkeljet e lirisë së medias, ndërsa ka përkujtuar gazetarët e vrarë. Papa Leo shënoi sot ditën botrore të lirisë së shtypit duke dënuar shkeljet e vazhdueshme të lirisë së medias në të gjithë botën dhe duke i bërë homazh gazetarëve të vrarë gjatë raportimit në zonat e konfliktit. Duke folur në fund të lutjes së tij javore të së dielës në sheshin e Shëmpjetrit, Papa tha se kjo ditë nxorri në pa si rëndësinë e gazetarisë së pavarur, ashtu edhe kërcënimet në rritje me të cilat përballen gazetarët. Sot festojmë ditën botrore të lirisë së shtypit për fat të keq, kjo e drejtë shpesh shkelet, ndonjëherë në mënyra të hapura, ndonjëherë në forma më të fshehta, është shprehur Papa. Ai nxiti besimtarët të kujtojnë gazetarët dhe reporterët që kanë humbur jetën duke kërkuar të vërtetën, veçanërisht në zonat e prekura nga konfliktet. Ne kujtojmë shumë gazetarë dhe reporterë që kanë qenë viktima të luftës dhe dhunës, ka thënë Papa. Dita botrore e lirisë së shtypit e sponsorizuar nga Agjencia Kulturore OKB-s UNESCO dhe e festuar më 3 maj synon të jetë një shfaqje mbështetjes për organizatat mediatike që janë në presion ose cenzurë dhe një mundësi për të përkujtuar gazetarët që kanë vdekur në krye të detyrës. Në fjalimet e kaluara, udhëheqësi i Kishës Katolike e ka përshkruar gazetarin si një shtyllë të shoqërisë dhe demokracisë me informacionin si një të mirë publike që duhet të ruhet dhe të mbrohet nga manipulimi. Sot janë bërë 27 vjet nga masakra në Bukosh të Suarekës. Me rastin e këtij përvjetori, zyrtar të institucioneve, partive politike e qytetar kanë bërë omazhe në nderim të 25 martirëve të rënë më 3 maj të vitit 1999. Omazhe janë bërë edhe te shtatoria e Herojt Besim Drecaj në Suarek.
Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulen Agjiu tha se kjo masakër është dëshmi e gjenocidit dhe spastrimit etnik që Serbia ka bërë në vendin tonë. Sot ne jemi këtu për të nderuar martirët e pafajshëm. Kjo çfarë ka ndodhur para 27 viteve këtu në Bukosh nuk është diçka e izoluar, pra është dëshmia e gjenocidit dhe spastrimit etnik që Serbia e ka bërë në Republikën e Kosovës. Sot jemi pra edhe pranë familjeve, largi dëshmorëve, martirëve të luftës. Si institucionet Republikës së Kosovës do të angazhohemi në vazhdimsi që t'i adresojmë përgjegjësitë që kemi, e sidomos në rastet kur kanë të bëjnë me drejtësinë, sepse nuk mund të vazhdojmë tutje pa pasur drejtësi për krimet e luftës. Metoda që Serbia ka përdorur për të vrarë njerëzit për vetëm një arsye, ose një faj që ata kanë pasur. Faji tyre ka qenë që janë shqiptarë. Dhe këtë tregon më së miri edhe Bukoshi, kur njerëzit janë marrë dhunshëm nga një kolon që po ashtu dhunshëm është kriju për t'i largu dhunshëm nga shtëpitë e tyre dhe janë vendosur para një shkolle, para një shkolle, një objekti shkollor, një objekti arsimor dhe janë ekzekutu pamëshirshëm të përfshi edhe fëmijë, të përfshi edhe pleq, por na mbetet që të bëjmë thirrje edhe drejtësisë që krimet serbe të vijen para drejtësisë, qofshin ato vendore dhe ndërkombëtare. Fatmirësisht në orët fundit policia e Kosovës bashkëpunim me prokurorinë kanë arrestuar një numër të madh të kriminalëve serb, por që në raport me krimet që janë bërë është numër shumë i vogël. Ka vdekur nga një sëmundje e rënd në moshën 91 vjeçare adhetari dhe i burgosuri politik Beqir Berisha, babai i përfaqësuesit politik të UÇK-s për Mërgatën, Bardhyl Mamuti. I lindur më 11 shkurt të vitit 1935, ai ishte këshilltari i arsimit për Tetov dhe Gostivar dhe profesor i filozofisë dhe sociologjisë në gjimnazin e Tetovës. Pas shpërthimit të demonstratave të vitit 1968, dënohet me 1 vit burgim. Pas vuajtjes dënimit, shpërngullet në Prishtinë, ku ka punuar si gazetar i gazetës arsimore Shkëndija. Po ashtu, ai ka shkruar 16 vepra nga fusha e filozofisë, pedagogjisë dhe politologjisë. I biri Bardhyl Mamuti ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet nesër në Tetov, në orën 13:30, por u ka bërë apel bashkat veprimtarve që të mos udhtojnë në Maqedoninë e Veriut për ceremoninë e varrimit për shkak të telasheve që mund të dalin në kufi me autoritetet maqedonase. Bora ka barazuar serin ndaj bashkimit pas fitores 104 me 99. Finalisti do të vendoset në ndeshjen e 5. Bora ka shënuar një fitore shumë të rëndësishme ndaj bashkimit me rezultate 104-99 pas vazhdimeve, duke barazuar serin gjysmë finale dhe duke quar atë në ndeshjen e 5 vendimtare. Takimi ishte jashtëzakonisht i baraspeshuar që nga fillimi. Të dy skuadra zhvilluan një lojë të fortë dhe me intensitet të lartë, duke mos lejuar shkëputje të madhe në rezultat. Në fund të kohës së rregullt, rezultati ishte barabartë 85-85, çka bëri që fituesi të vendosej në vazhdime. Në kohën shtesë, Bora u tregua më e qetë dhe më efikase në momentet kyçe, duke arritur të krijojë përsi dhe të ruaj atë deri në fund për fitore 104-99. Lojtari kryesor për Borën ishte Tyler Chis me 25 pikë, 7 kërcime dhe 3 asistime, si dhe Alex Hunter me 18 pikë dhe 10 asistime, duke realizuar double-double. Kontribut të rëndësishëm dha edhe Roni Ukaj me 18 pikë e 6 kërcime. Te bashkimi më i dalluar ishte Shorter me 30 pikë, 5 kërcime dhe 5 asistime, por paraqitja e tij nuk mjaftoi për të shmangur humbje. Pas kësaj fitoreje, seria është barazuar dhe gjithçka do të vendoset në ndeshjen e 5, e cila do të zhvillohet në Prizren,
për të përcaktuar ekipin që avancon në finalen e Superligës së Kosovës në basketbol.